gjithmonë në raport në të drejtën dhe të vërtetën me qytetarët shqiptarë që na ndjekin. Largimi i zotit Proda nuk ishte sepse dështoi protesta, sepse zoti Proda dhe punonjësit e tjerë me grada në policinë e partisë operojnë gjithmonë kundër qytetarëve shqiptarë, të cilët në rast se janë kundër qeverisjes apo keq qeverisjes, sigurisht janë armiqt e partisë. Se keni informacion të gjykim të përgjithshëm në parim siç thot opozita, apo e keni edhe me detajet të veçanta, për raste të veçanta? Unë kam do të thosha, një mundësi që edhe të dëgjoj, edhe të kuptoj. Ashtu siç kanë edhe shumica e qytetarëve shqiptarë. Dhe përdorin logjikën për të kuptuar veprimet apo mos veprimet të institucioneve apo të veprimeve të cilët bëjnë persona të cilët kanë sot pushtet. Pushteti nuk është i përjetshëm. Pavarësisht se ti je sot në pushtet. As për policin, as për kryepolicin, as për kryeministrin, as për personat të cilët kanë në duart e tyre komandimin apo menaxhimin e sovranitet që ja kemi dhënë ne si popull atyre për shkak të funksionit që kanë. Sigurisht që dosje ka, por janë vonuar duke vepruar. Jemi realist. Dosjet ekzistojnë, janë aty, por ndonjëherë kryeministri mund të marrë informacion më të shpejt dhe të veprojë më shpejt se sa të veprojë një institucion tjetër i cili është i pavarur e paanshëm dhe kemi diskutuar për Spakun. Për ta thënë më thjesht, do thoja, ju mendoni që e shkarkoi Rama apo Spaku atëherë Prodën? E shkarkuan të dy bashk. Jo, e kam fjalën de facto, jo de jure. Tani më dëgjoj pak. Të dy bashk e kanë shkarkuar, secili me metodat e veta. Që do të thotë tani atje do paraqitet atje. Një sekond, mos harroni një fakt. Është e çuditshme që çdo funksionar publik që zoti Rama ka pas rreth vetes sapo është shkarkuar ka vepruar Spaku. Ky është e çuditshme. Avokat, ju po thoni që do ta arrestoj Spaku tani Prodën? Unë nuk e di këtë do arrestoj, po unë po të them që është e çuditshme që kështu ka ndodhur metoda e mëparshme. Tani unë them është e çuditshme. Ka mundësi që mos të ndodhi, po ka dhe mundësi që të jetë i përfshirë. Po lind pyetja. Shkarkohet, pastaj arrestohet dhe zvarritur gjithë të dosin, kush e ka mbajtur? Pra prokurori i çështjes. Avokat, kjo s'ka ndodhur ndonjëherë me drejtuesit e policisë. Këta kanë fjalën drejtorët e përgjithshëm. Në rast se zoti Proda arrestohet, nuk e di unë çfarë ka bërë ai gjatë detyrës së tij. Por në rast se ai arrestohet pasi kryeministri e ka shkarkuar, pra kryeministri e ka ditur çfarë ka bërë ai dhe në fund fare e shkarkoi me justifikimin që ti nuk patë mundësi të merrje masa për sa i përket Vilës së Enverit. E kupton tani motivacionin, që mos të ndodhi rasti tjetër i Nanos që çon në gjykatën administrative dhe fitoi dëshpërblim. Pra, motivacioni të ketë një shkak të rëndësishëm, ishin njerëz brenda, ky nuk mori masën, edhe ky duhet shkojnë në shtëpi tani. Bashkë të Tiranës. Një sekond, mjetet e Tiranës, por unë e kam futur në punë. Unë e kam emëruar dhe tani ky pra doli tani i dështuar. Sepse ky arrestoi në mënyrë barbare presidentin e Republikës për të kënaqur opinionin publik. Ky dyshohet që pas ka emëruar dhe pas ka mbajtur në detyrë një drejtues policie që Spaku e pezulloi me rastin Agasi. Pra, të gjitha këto si nuk shkojnë në mënyrë të logjikshme. Dhe po ashtu, ky individ që është në krye polic, të rrethit e tij Spaku i pas ka marrë telefonat. Tani, a ishte për të vepruar Spaku në muajin janar shkurt pyesun? A ishte për të vepruar Spaku në muajin nëntor dhjetor pyesun? Unë mendoj se edhe mund të kishte vepruar. Po pse Spaku nuk veproi në kohë reale për të arritur çfarë aksionin e vet dhe i pavarur. Dhe mos harroni një fakt tjetër, pse zoti Dumani duhet të kishte përmendur vazhdimisht që unë nuk kam besim te policia e shtetit. E kishte besoj për poshtë, jo për kupolën ai. Po kupolën e kishte, pse për mua dhe për ty
ne si jemi policë, po ke Ka fjalën mos e ka pas për edhe keq paguhet dhe keq trajtohet tani, për atë punojës policie kishte. Por edhe se përshtin prodën tek operacionet e anarit. Edhe në rast se do ketë si për tyre njerëz që dinë të zbatojnë ligjit, do t'i sjellin produktet më të mira të luftës kundër krimit organizuar dhe krimit në tërësi. Për punonjësit e thjesht flas. Tani kur përfshihen njerëz të gradës së lartë që kanë impakt politik, sigurisht që ata nuk do t'japin një rezultat të dur. Dhe sigurisht që ti duhet kesh parasysh tani në këto momente që ka njerëz të cilët kanë vullnet për të dhënë atë që duhet t'japin, edhe me gradat janë, po nuk kanë mundësi sepse vullneti politik nuk është i dur, sepse dihet çfarë ka ndodhur të shkuarën, se kush ka pasur vullnet për të luftuar dhe si ka ikur nga puna brenda ditës pa e kuptuar. Prandaj shkarkimi i zotit Proda ishte preteksti i protestës, por e vërteta është që shkarkimi i tij ka të bëjë me një gjë akoma më të madhe se sa është ky shkarkim procedurial që zoti Rama ka bërë. Na futet në disa labirinth avokatë se di, po çe përfshin Prodën me operacionet e anarit që thoni ju? Sepse ai s'ka pasur shumë kohë aty, sa ka, nuk e di, a bërë një vit ose bëri aty? Në rast kush zoti Proda jo, më duhet të jetë zoti Proda. Zoti Proda është një vit e 2-3 muaj ka, se në tetor të 2024 u emërua. Po zoti Proda ka më duket një vit e gjys që duhet të jetë në krye. Ka bërë një vit e gjys, një vit e 2-3 muaj pa le.